Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mos i ndani nga tavolina. Këto ushqime mbrojnë dhe forcojnë trurin tuaj. Disa ushqime përmbajnë lëndë ushqyese që stimulojnë dhe forcojnë funksionet njohëse, si kujtesa dhe përqendrimi. Shkencëtarët kanë listuar disa nga ushqimet kryesore që duhet i shtoni në dietën tuaj për të përmirësuar kështu një trum më të efektshëm, më të mbrojtur dhe për të rritur kujtesën tuaj. Sipas Medical News Today, do të rëndisim disa nga produktet më të mira ushqyese për shëndetin e trurit. Arrat. Arrat përmbajnë yndyrra të shëndetshme. Acidet yndyrore të pangopra mund të kenë efekte pozitive te kujtesa, por nuk duhet të egzagjeroni me konsumin e tyre ushqimeve. Doza e rekomanduar ditore është 13 gram. Duhet të keni parasysh se arrat janë të larta në kalori. Çokolata e zezë. Çokolata me një përqindje të lartë kakao përmirëson qarkullimin e gjakut në tru, ul nivelin e stresit dhe rekomandohet për njerëzit që vuajnë nga ankthi. Një studim zbuloi se njerëzit që hanë çokoladë të paktën një herë në javë performuan më mirë në testet njohëse se ata që rrallë e shijojnë atë. Një studim i publikuar në revistën Apetit morën pjesë 968 persona nga mosha 23 deri në 98 vjeç. Shkencëtarët besojnë se konsumi i rregullt i flavonoleve të kakaos mund të jetë një nga disa faktorët që shpjegojnë përfitimet njohëse të çokoladës. Salmoni. Salmoni përmban një përqindje të lartë të yndyrnave të mira që e bën atë një burim të shkëlqyer të vitaminës D. Një racion me salmon do ju sigurojë rreth 80% të sasive të rekomanduara ditore të vitaminës D. Një burim i shkëlqyer i vitaminës D, omega 3 dhe acideve të tjera yndyrore, salmoni ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe mbështet shëndetin e zemrës. Ulëntimet kanë treguar për përfitimet e acideve yndyrore omega 3, një trajtim ankthi, depresioni dhe potencialisht duke ndihmuar në përmirësimin e shëndetit mendor të grave të moshës së mesme. Boronica. Boronicat forcojnë kockat, përmirësojnë shikimin dhe ruajnë përqendrimin. Gjithashtu, më e rëndësishmja forcojnë trurin. Regjimet e duhura ushqimore përfshijnë boronicën për të ngritur gjithashtu edhe shëndetin tuaj. Boronica është një nga antioksidantët më të mëdhenj natyror që përmban sasi të madhe të vitaminave, mineraleve dhe elementeve gjurmë. Si një frut i pasur antioksidues, boronica ngadalëson plakin e të gjithë trupit, ndaj pa egzagjerim mund të quhet eliksiri i shëndetit dhe rinisë. Brokoli. Perimet të karakterizuara nga pak kalori dhe yndyra përmbajnë vitaminën K, e cila është jashtëzakonisht e rëndësishme për aftësinë njohëse. Përveç kësaj, ajo perime ka edhe kolin, natrium dhe acid folik, të cilat kanë efekte pozitive në procesin e kujtesës. Përveç efektit pozitiv në sistemin e trurit, kanë efekte të mëdha në sistemin kardiovaskular, imunitar dhe në tretje. Ndaj nëse doni të keni një kujtesë më të mirë, nuk duhet të mungojë as rukola në dietën tuaj. Studimet tregojnë se njerëzit që hanë njëse 2 racione me perime të gjelbra në ditë kanë aftësinë mendore të dikujt 11 vite më të ri që nuk i konsumojnë barishtat dhe perimet të gjelbra. Rukola është një nga perimet më të mira për trurin, një barishte me dhunti të shumta në shëndetin e mirë. Ajo përdoret kryesisht në sallata dhe mund të gatuhet edhe krahas perimeve të tjera. Rukola përmban një element që përmirëson shëndetin dhe oksigjenimin e gjakut në tru, i jep trupit vitaminën A dhe K, që rregullon hormonet dhe gjithashtu rrit performancën e trurit tuaj. Në dietën tuaj duhet të shtoni edhe vezët. E verdha e vezës përmban vitamina të kompleksit B që përmirësojnë shëndetin e trurit. Kjo vitaminë forcon kujtesën dhe ndihmon në qelizat e trurit të komunikojnë në mënyrë më efikase me njëra tjetrën. Krahas të mirave të trurit, e verdha e vezës përmirëson memorien, lufton mbi peshën dhe është e mirë për gratë shtatzana. Vaj i ullirit. Shkencëtarët konfirmojnë se konsumi i vajit të ullirit ekstra të pastër mbron aftësinë e kujtesës suaj. Konsumi i përditshëm i vajit të ullirit ju ndihmon të menaxhoni peshën, të kontrolloni sasinë e sheqerit, të lehtësoni depresionin dhe të mbrojeni nga sëmundjet kronike. Një tjetër produkt shumë i rëndësishëm për shëndetin e trurit është edhe salmoni. Ky peshk është i pasur me acide yndyrore omega 3, që kryesojnë edhe shëndetin e mirë të trurit. Këto acide yndyrore pakësojnë inflamacionin dhe stresin oksidativ në tru. Të gjitha këto kufizojnë në tkurrjen e trurit si pasojë e moshës. Salmoni përmban vitamina B, si fosfori, kaliumi dhe grupi i vitaminave B, riboflavin, niacin, vitamina B6, folat dhe vitamina B12.
Salmoni është i mirë për shëndetin kardiovaskular, për riparimin e indeve, funksionin e dur të tiroideve dhe aftësinë më të mirë të trurit tuaj. Ndaj edhe duhet të jetë pjesë e dietave tuaja. Çokolata. Prezenca e shtuar e kakaos në përmbajtje të çokoladës, e cila është shumë e njohur për efektet e mëdha antioksiduese, të cilat i detyrohen më së shumti elementin flavonol, ndihmojnë në përmirësimin e qarkullimit të gjakut në tru. Këto element më shumë i gjejmë te çokolata e zezë. Peshku. Peshku është një ushqim i bekuar për të gjithë organizmin, por në veçanti për trurin. Zarzavatet. Të gjitha llojet e tyre janë të pasur me vitaminën B6 dhe B12. Zarzavatet janë të rekomanduara si për moshat e reja ashtu dhe për trurin. Arrat, gështenja dhe në përgjithësi të gjitha llojet e farërave. Ndikimi i tyre në shëndetin e trurit i detyrohet prezencës së antioksidantëve omega 3 dhe omega 6, por edhe magneziumit dhe tiaminës, të cilat njihen për efektin e tyre në shëndetin e trurit. Frutat. Frutat futen të gjitha llojet e tyre, por më të rëndësishme janë manat, manaferrat blu dhe rrushi i zi. Të gjitha këto në raport me trurin konsiderohen si superfruta dhe janë gjithashtu një zgjidhje shumë e mirë për shëndetin e tij. Çaji. Bëni mirë që të harroni kafe në mëngjesit, pasi më mirë që të zvendësoni atë me çaj. Çaji i zi, o akoma më shumë ai i jeshil, është shumë i pasur me katekin, e cila është një përbërës antioksidues që ndihmon shumë në mbajtjen e një truri të fortë dhe në një kujtesë më të fortë. Drithrat. Në këtë kategori të ushqimeve, përfaqësuesi më në zë janë gruri, misri dhe orizi. Këto produkte, përveç se janë shumë të këshillueshme në recetat dietike, janë po ashtu të mira në drejtim të shëndetit të trurit. Efekti pozitiv i këtyre ushqimeve i detyrohet një përmbajtje të shtuar të acidit folik, vitaminës B6, tiamin, e cila nga ana tyre ndikon në përmirësimin e furnizimit në tru në gjak. Sa më në moshë jeni, aq më shumë rekomandohet që t'i shtoni këto ushqime në dietën tuaj. Truri është një nga organet më të rëndësishme të trupit, dhe gjithashtu ushtimi e recetave të duhura ushqyese dhe produktet më të mira natyrale ndihmojnë në fuqizimin e tij. Manaferrat janë të ngarkuar me antioksidantë që japin një shtysë të madhe fuqisë të trurit. Manaferrat, luleshtrydhet, boronicat mund të konsumohen si frutë, në sallata, në smoothie-t e mëngjesit. Këto fruta mund të jenë me ngjyrë të errët dhe janë të pasur me flavonoide që ndihmojnë në uljen e inflamacionit dhe përmirësojnë ndjeshëm edhe trurin që të përpunojë informacionin. Vezët. Vezët janë një centralë elektrike i proteinës. Së bashku me të qenit të shijshme, ato janë gjithashtu një mundësi e përgatitur e ofruar për trupin. Të mbushura me lëndë ushqyese si për shembull kolina dhe luteina, vezët përmirësojnë shëndetin dhe funksionin e trurit dhe ju ndihmojnë që të keni një mendje më të mprehtë dhe të zgjuar. Sipas ekspertëve të shëndetit, duhet të hani të paktën një vezë në ditë për të marrë dozat tuaja ditore të proteinave. Peshku i yndyrshëm. Peshqi si salmoni, harenga janë jashtëzakonisht të lartë në acide yndyrore omega 3, të cilat rrisin vëllimin e trurit dhe ndihmojnë në përmirësimin e arsyetimit dhe të menduarit logjik. Këto peshq të mbushur me acide antioksidues gjithashtu ngadalësojnë rrënien e njohjes dhe zvogëlojnë rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve që ngadalësojnë trurin. Ekspertët e shëndetit rekomandojnë shtimin e peshkut të yndyrshëm të paktën 3 herë në javë në dietën tuaj për të marrë sasi të mjaftueshme të acideve yndyrore dhe për t'i dhënë një nxitje të jashtëzakonshme shëndetit të trurit tuaj. Arrat. Arrat janë nga burimet më të shëndetshme të lëndëve ushqyese që ndihmojnë në përmirësimin e jashtëzakonshëm shënues të shëndetit. Ulëntimet thonë se përfshirja e arrave në dietën tuaj të përditshme përmirëson funksionin e trurit dhe ul rrezikun e rënies së njohjes të vegjëlit dhe të rinj. Njerëzit që hanë arra të ngarkuar me yndyrra të shëndetshme, antioksidues dhe vitamina kanë një memorie më të mprehtë të krahasuar me ato që nuk janë. Për të evituar problemet e kujtesës, duhet të hiqni nga dieta juaj një sër produktesh, si sheqeri, ushqimet e përpunuara dhe alkooli. Këto produkte ndikojnë negativisht në shëndetin e trurit tuaj. Ndaj, nëse doni një kujtesë të fortë edhe në pleqëri, duhet t'i evitoni këto produkte, sidomos edhe përfshirjen e alkoolit, që ka ndikime krejt negative në shëndetin e trurit dhe do të përkeçojë gjithashtu çështjet tuaja imunitare. Për një shëndet më të mirë të trurit, duhet të tregoheni më të qetë dhe të mos përjetoni situata stresuese gjatë kohës. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zvendësojnë në këshillat e mjekut ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet.
Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe të shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.